Gjatë mbledhjeve të zhvilluara sot në kryesën e Këshillit të Ministrave, ne diskutuam për situatën ekonomike në vend dhe specifikisht për çmimet e karburanteve. Ne, siç jeni bërë me dije publikisht, kemi bërë një takim, kemi zhvilluar një takim me tregtarët kryesorë të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve për të diskutuar për çmimet, për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit, sigurisht të ndikuar nga kriza dhe nga lufta që po ndodh në lindjen e mesme. Gjithashtu kemi diskutuar për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës me qëllim që në asnjë rast në të mos kalojmë në një situatë emergjente. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore, qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e tabelave që shkon për tregtim. Siç e dini, ne kemi pasur një eksperiencë gjatë krizës së vitit 22 dhe 23, kur çmimet e karburanteve u rritën në mënyrë të eksponenciale. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hymë në atë regjim. Nuk e di nëse ka